Përshëndetje, sot po e përgatisim recetën e baklavës. Baklava e ftoftë, shërbeti i ftoftë. Me siguri jeni të u çudit se qysh është e mundshme. Unë ju them qëndroni me ne për ta kuptuar edhe sekretin e përgatitjes së kësaj baklave. Pse po e përgatiti në këtë mënyrë, do ta shohim në vazhdim. Fillojmë. Për të përgatitur brumin, na nevojitet një vezë e plotë dhe 3 të verdha të vezë, një gotë e çajit me kos, një gotë 100 ml vaj edhe një gotë 100 ml qumsht. Shtojmë pak miell, një pako pluhur për pjekje 12 gram, edhe vazhdojmë i përzim krejt përbërësit derisa të bashkohen mirë. Pastaj vazhdojmë me shtoj miellin gradualisht nga pak derisa të formohet brumi. Pra brumi duhet të trashet mirë. Jo me lanë brumin e butë, po le ta bëhet pak më i fortë. Do më thonë më shumë me anu ka mesatarja, më shumë se sa një brum i butë. Tash po vazhdoj edhe po e përzi derisa të trashet brumi. Miell në total unë kam përdorur 500 gram. Pasi që është formuar brumi, po e shikoni, nuk është një brum që ngjitet pra i butë, por kështu si në video let ju bëhet. Edhe e ngjeshim për një 2 minuta, pastaj e la me pushu për 5 minuta, kështu. E pasi që të pushoj 5 minuta, vazhdoj e ngjeshi sërish, sepse kur brumi pushon bëhet më elastik. E shikojmë tash si bëhet. Por sërish pra brumin do ta la që të pushoj, por do ta lyej pak me vaj mbet që mos të vendoj kore, edhe e mbulojmë, e lajmi për 15-20 minuta sa të doni ju lene që brumi të pushoj. Kur pushon brumi, pastaj shumë akullaj e kena me përgatit baklavën. Tash brumi ka pushu edhe marrim me njëherë brumin edhe e ndajmë në kuleç të vegjël. Une nuk pe përzi hiç, veç i ndaj kuleç, kështu pjesë të vogla, edhe nga ky brum këtu duhet që të na dalin 38 kuleç. Pra nga kjo sasi e brumit 38 kuleç. Vazhdojmë edhe i formojmë kështu, ju japim formën e rumbullakët, e pastaj marrim një tepsi, e lyejmë me pak vaj, edhe kuleçt i vendosim në tepsi që të mos ngjiten, aty do t'i la që të pushojnë, derisa brumi të lshoj pak. Të gjithë kuleçt i kam vendosur në tepsi, i mbulojmë sërish, edhe i la me pushu 15 minuta. Mund t'i leni edhe më gjatë nëse doni, se të doni pra ju vetë. Derisa ta përgatisim një kafe, këto veç pushojnë. E tash, pasi që kanë pushuar, marrim 3 kuleç. Sepse përgatitja e kësaj recete do të bëhet me nga 3 kuleç. Pra, procedura e përgatitjes së baklavës bëhet në këtë mënyrë që po e shikoni në video. Dhe besoj se të gjithë ju e dini edhe procesin se si duhet të hapen petat e baklavës. Tash nuk po i them asgjë, po se po ju tregoj sekretin e kësaj recete. Pse kam vendosur me përgatit një baklavë të ftoftë me shërbet të ftoft. Një ditë pa ta përgatitur baklavë, mirë po, kur erë koha për t'ia hedhur shërbetin, më doli një punë edhe nuk pata kohë për t'ia hedhur shërbetin e nxehtë baklavës. Çfarë bëra? Kur u ktheva në shtëpi, unë mora shërbetin e ftohtë edhe e shtova te baklava. Edhe thash, le të bëhet çka të bëhet, ashtu pas ka qenë e shkrume. Mirë po, çfarë ndodhi? Rezultati më mahniti, mbefasoj, se sy ishte e mundur që shërbetin ta thith baklava edhe pse ishte e ftohtë. Pra shërbeti i ftohtë, baklava e ftohtë.
dhe me të vërtet ju them se bakllavë më të shishme nuk kisha përgatitur. Baklava u shkrike në gojë. Pastaj, baklava e piu shërbetin pak më ngadalë se sa baklava që i përgatisim me shërbet të nxehtë. Mirë po rezultati ishte mahnitës. Nuk u prish baklava veç ka u bo ma e mirë. Prandaj kam vendosur sot me nda me ju këtë gjë. Dhe sigurisht se çdo herë neve gjatë jetës na ndodh që na ndodh diçka, ndonjë ngjarje, edhe nga ajo marrim mësim. Edhe unë e desha që këtë ta ndaj me ju. Pra këtë recetë edhe këtë sekret. Siç e pat, i bona 3 peta për një herë, pra njëra mbi tjetrën duke i shtruar niseshte, edhe tash po vazhdojmë edhe po e hollojmë petën. Petën nuk e qelim edhe shumë të madhe, për afërsisht dikun 40 cm, besoj që mjafton, pra si këtu që po e shikoni. Tash kjo shumë po kollaj po hapet, e pat edhe vend video se sa shumë shkon të brumi, kur e leni me pushu edhe ma shumë. Tash e ndajtëm në 4 pjesë të barabarta. Tash vetëm 2 pjesë i lyej me gjalp ose me margarin, pra e kam shkrir 250 gram margarin ose gjalp mund të përdorni. Vazhdojmë shtojmë arrat të bluara, arrat i shtoni atë sa ju dëshironi, edhe tash këto pjesë që kanë mbet kështu pa arra, i kthejmë kështu, njëra mbi tjetrën, edhe sërish do t'i lyejmë me pak gjalp ose margarin, edhe vazhdojmë edhe i palojmë kështu. I palojmë në këtë mënyrë, edhe kështu i formojmë kuleçt e baklavës. Shikone, pra brumi shkon shumë lehtë, shumë të mira bohen. Unë kam vendosur pra me përgatit në këtë mënyrë, po nëse ju dëshironi mundeni me përgatit brumin edhe në një tepsi pra më të vogël, edhe me i dhënë formën e baklavës që zakonisht e përgatisim. Po unë kam vendosur kështu t'i bëj në kuleç, duke ju dhënë këtë formë kështu, edhe ju them se bohet shumë e mirë edhe shumë e shishme. Do me thonë petën e ndajmë në 4 pjesë, si këtu në video që po e shikoni, vetëm 2 pjesë po i lyjmë me pak gjalp, pastaj i shtojmë arrat, i bojmë njëra mbi tjetrën, edhe kështu formojmë kuleçt e baklavës. Një baklavë që përgatitet lehtë, shpejt, por edhe që ka shije shumë, nuk ju dështon sepse përgatitet e ftohtë, shërbeti nuk ju dështon gjithashtu sepse i hedhet i ftohtë. Pra, pasi ta kemi vendosur në tepsi, furrën e kam shuar që të nxehet në temperaturë 200 gradë, pasi furra është nxehtë, pra vazhdojmë e lyejmë mbi me gjalp ose margarin që ka mbet. Në total, pra për t'i lyer petët edhe mbi, për me e lyj baklavën, ju duhet vetëm 250 gram gjalp ose margarin. Tash furra është e nxehtë, e shtim për ta pjekur në temperaturë 200 gradë. Në fillim 10 minuta, pastaj zvogloj temperaturën në 120 gradë, e la mu pjek 1 orë, e pasi që është pjekur 1 orë, ja zvogloj në 100 gradë, e la dhe për 30 deri në 40 minuta të tjera. Për shërbetin na nevojiten 900 gram sheqer dhe 800 ml ujë. 800 ml ujë, një pako sheqer vanilje, nëse dëshironi, mjashtoj sepse jep një aromë më të shishme, më të mirë, edhe një fejt limoni, e përzi pak shërbetin, pastaj e lshoj që të zihet, pra gjithmonë shërbetin do ta llogarisni kohën kur fillon me vlu, nga pika e vlimit, e llogaritni kohën 20 minuta kur fillon me vlu kështu, edhe e leni që të vloj pra kështu për 20 minuta, i qëndroni pak afër, mos ju vloje shpejt, let ju vloje kështu kadal. Edhe mandej baklavën e leni që të ftohet, pra baklava është pjek, shumë mirë, është e ftohtë,
edhe shërbetin e kam lanë që të ftohet. Pra, kur shërbeti ftohet, e shikojmë edhe a është bo sheqer ose jo, pra shërbeti është shumë i mirë, nuk ka bo sheqer, mundemi lirisht ta hedhim tek baklava. Pra kjo edhe ju pështon pak, sepse baklava nuk ju sheqeroset, po gjithashtu nuk ju prishet. E hedhim shërbetin e ftohtë, ngadal, duke i përfshirë të gjitha pjesët e baklavës, edhe kështu baklavën do ta la që ta thith shërbetin mirë. Sa ma shumë ta leni pra që ta pi shërbetin, sepse normal ka me pi shërbetin pak më ngadal se sa baklavat që i përgatisim me shërbet të nxehtë. Pra, kur baklavës me shërbet të nxehtë i duhet 24 orë, tash kësaj baklave do t'i duhet ndoshta 2 deri në 3 ditë derisa ta pi shërbetin mirë. Sa ma shumë ditë që të rri në shërbet, aq më e mirë bëhet. Ko pas kohë hedhim nga pak nga shërbeti që ka mbetur në tepsi. Pastaj në fund unë i shtoj pak fëstëk të grimcuar, mund t'i shtoni edhe orra nëse dëshironi, e nëse jo atëherë e leni ashtu. Tash për t'i dhënë pak pamje më të mirë, i shtojmë fëstëk, edhe po e shikoni që vërtet kena përgatit një baklavë shumë të shishme. Shërbetin akoma nuk e ka pi baklava për shkak se tash i ka bo fiks 12 orë nga momenti që ja kam shtu shërbetin, po tash për me prit më gjatë nuk po presim, po veç po ju tregoj se qysh është bë mbas 12 ore. E ka pi shërbetin, mirë po jo krejt. Edhe në fund, pra e shohim edhe baklavën se bohet shumë e mirë, bohet e shkrift, as shumë e butë, as shumë e fortë, çfarë t'ju them, shumë e mirë. Provoni recetën sepse jam e sigurt që edhe kjo recetë do t'ju pëlqejë të gjithëve. Çdo recetë nga unë nuk ju ka dështu, edhe kjo recetë nuk dështon. Provoje dhe na shkruaj në koment. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.